Presidenti Trump kërkon negociata të menjëhershme për blerjen e Grenlandës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Washingtoni duhet të hapë negociata për blerjen e Grenlandës, duke argumentuar se vetëm Shtetet e Bashkuara kanë kapacitetet e nevojshme ushtarake, ekonomike dhe teknologjike për ta mbrojtur dhe zhvilluar këtë territor arktik me rëndësi të veçantë strategjike. Sipas tij, pozita gjeografike e Grenlandës e bën atë kyçe për sigurinë globale dhe për interesat afatgjata të SBA-s dhe aleatëve të saj. Kam respekt të jashtëzakonshëm si për popullin e Grenlandës, ashtu edhe për popullin e Danimarkës, por çdo aleat i NATO-s ka detyrimin të jetë në gjendje të mbrojë territorin e vet, dhe fakti është se asnjë shtet apo grup shtetesh nuk është në pozitë të sigurojë Grenlandën përveç Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu tha Trump gjatë fjalimit të tij në Forumin Ekonomik Botror në Davos të Zvicrës. Ai shtoi se kjo çështje nuk duhet parë si provokim, por si nevojë strategjike në një botë gjithnjë më të pasigurt. Trump përsëriti se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nevojë për Grenlandën për sigurinë strategjike kombëtare, veçanërisht në kontekstin e rritjes së interesit të fuqive të mëdha si Rusia dhe Kina në rajonin e Arktikut. Ai theksoi se ndryshimet klimatike dhe hapja e rrugëve të reja detare po e rrisin rëndësinë gjeopolitike të këtij territori, duke e bërë atë një pikë kyçe për mbrojtjen, tregtinë dhe kontrollin strategjik. Deklaratat e Trumpit kanë nxitur diskutime dhe reagime të ndryshme në arenën ndërkombëtare, veçanërisht në Danimark dhe Grenland, ku zyrtarët kanë theksuar se Grenlanda nuk është në shitje. Megjithatë, tema e sigurisë së Arktikut dhe roli i SBA-s në këtë rajon mbetet një nga çështjet kryesore të debatit në forumet globale.